E tash do të vazhdojmë inshallah me këto këshillat e fundit. Pra shkurtimisht e këshilloj spari vetveten dhe pastaj edhe gjithë ata që janë duke na dëgjuar, pra duke na ndjekur, që t'i shpeshtojmë duat. Sepse shpesh herë neve kur kemi ndonjë punë apo ndonjë telashe, i bëjmë krejt punët tjera, mirë po harrojmë t'i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, smuhet fëmiu jon. Apo kemi ata që janë zonës, kajnë provim në shkollë. Para se ta çosh fëmiun në spital, te mjeku atje, para se të fillosh të mësosh për provim, drejtoju njerë Allahut subhanahu wa taala. Thua, jo Zot më ndihmo. Bën bismillah. Filloje me kom të mbarë, si që thojnë të ne këtë punë, e pastaj meri krejt sebepet, se sebepet duhet me u marë, shkaqet duhet me i marë, duhet me i bë veprat të cilat kërkohen prej nesh. Mirë po, para kësaj, drejtoju Allahut, mos e haro Allahun, sepse pastaj mund të kesh probleme, a nëse i drejtohesh Allahut, nuk e haron Allahut, do me thonë të letësohet kjo çështje dhe e kryen shumë më lehtë. Për këtë shkak, për fat keq, duaja është ibadet i haruar në kohën tonë. Ne e përmendëm më herët se çka kanë thonë sahabët, edhe për miell kur kanë pas nevojë, për kryp, kur kanë pas nevojë për diçka të thjesht, e kanë lutur Allahun subhanahu wa taala, kanë bërë dua. E mos flasim për duat që janë obligim, siç thamë ne, duaul ibadet, duaja e ibadetit, adhurimit, namazi, agjerimi, zeqati, haxhi për atë që ka mundësi. Këto pra janë për fat keq obligimet haruara në këtë kohë. Për këtë shkak edhe muslimanët janë këtë gjendje në cilën janë. Mos shkojmë më larg, po këtu tek ne. Pse na sundon shkau? Sepse ne jemi në gjendje dobët, nuk jemi ashtu si duhet. Nuk jemi ashtu si duhet. Pse kanë probleme muslimanët? Mos t'i bëjmë këto pyetje, po të themi pse ndoshta 80% të muslimanëve nuk janë të rregullt namaz. Pse 1% e madhe e muslimanëve nuk agjeron? Pse shumë prej muslimanëve kanë pasuri mirë po nuk e japin zeqatin? Pra i kemi haruar këto ibadete dhe nëse dëshirojmë që gjendja të na përmirësohet, duhet që t'ju kthehemi këtyre gjërave. Sepse Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre.